Dhe ne jemi sërish së bashku, vazhdojmë të jemi në Vila 24 në të premten tonë sportive, e sigurisht që ngjarjet pasojnë nga njëra tjetra, sporti me ç'duket ka një ritëm shumë të shpejt, si ai vendas ashtu pa diskutime dhe ndeshjet që kemi lënë pas gjatë kësaj jave dhe fundjava që quhet edhe për përballje interesante. Me gazetarin Nigli Trutra unë jam në studio këtë mëngjes dhe është kënaqësi të kem këtu. Faleminderit për ftesën, gëzuar ditën e verës. Po pra, gëzuar. Juve, tre shikuesve të Vila 24, gjithë shqiptarëve kudo që na ndjekë. Faleminderit për ty gjithashtu. Mirë, Igli, kemi folur vazhdimisht që para se të hynim në muajin mars, sigurisht që një ndër ato përballjet më interesante do të jetë ajo e Shqipërisë me Anglinë, kështu që sa më shumë i afrohemi, aq më shumë edhe më interesante bëhet gjëja, e cila sot, siç më the, do të ketë një prezantim apo jo të listës të grumbullimit të ekipit tonë të kombëtarës. Çfarë pritet? Si e mendon ditën sot? Do të ketë besoj reagime, si gjithmonë? Patjetër. Në fakt jemi fiks 7 ditë nga prezantimi i parë, apo nisja e fushatës kualifikuese, po themi të Botroj 2026. Është një kompeticion ku Shqipëria nuk ka marrë pjesë asnjëherë. Dhe normalisht kur ti vjen nga dy pjesëmarrje në finalet e një kampionati evropian në 2016 dhe në Gjermani 2024, pritshmëritë rriten. Pritshmëritë rriten që ti ose më themi që je më i pjekur tashmë dhe mentalisht për ta provuar. Sigurisht do të jetë një garë më e fortë për shkak të vetë formulës që kanë kualifikueset, duke qenë se vetë vendi i parë kalon dhe vendi i dytë shkojnë në play-off, është pak më e vështirë se sa fushata kualifikuese e kompeticioneve europiane. Si Shqipëria ka të gjitha kartat në rregull, edhe duke ditur shortin që të provojë. Të paktën po themi atë vendin e dytë, duke qenë se Anglia është patjetër skuadra që të gjithë e dimë tashmë që jo vetëm është favorite për të dalë më të parë në këtë grup, por është favorite për shkuar edhe në botror deri në fund, se jo është një nga kandidatët për ta fituar, po themi. Shorti e do që ne të nisim fushatën për ishte kjo ndeshje nga Wembley. Për mendimin tim ka anë pozitive dhe negative, sepse na pret një sfidë e vështirë për shkak se ndeshemi menjëherë me ekipin favorit dhe një rezultat pozitiv apo një paraqitje e mirë na ndihmon në hovin dhe në vijimin e rrugtimit ton, por fatkeqësisht në rast se ndodhe kundërta më pas do të kemi ndoshta ndonjë ndikim edhe negativisht psikologjikisht ke lojtarët. Sot presim listën, në fakt Silvinjo zakonisht e publikon listën të premte, sikur do bëjnë fakt shumica e ekipeve kombëtare, pritet të ketë risi. Nuk mund t'ju them ndonjë emër sepse ka shumë enigma. Kjo për shkak jemi të sigurt do ketë risi sepse gjendja e lojtarëve kuqezi nuk është nga më të mirat. Pikërisht, pra kemi të dëmtuar, po. Ka futbollistë me pak minutazh në ekipet e tyre, kështu që Panorama Sport, e përditshme më e madhe sportive në Shqipëri, na informojnë në faqen e parë dhe të dytë dhe në lajmin e fundit që edhe Kedi Bare, me sfashorë që luan në Spanjë, ka një dëmtim prej 2 ditësh dhe kishte marrë ftesën sipas burimeve nga Gazeta Panorama Sport për të ardhur në ekipin kombëtar, por nuk mund të jetë i gatshëm për shkak të dëmtimit që ka marrë në stërvitje. E ky ishte nga lajmet e fundit, po themi. Pra i shtohet dilemave Silvinjo, dhe më kot hapet me titullin Shqipëria për botror Silvinjo me dilema dhe faqja parë e Panorama Sport ditën e sotme, për shkak se në listë pritet të ketë risi, për shkak të problematikës që kanë lojtarët tonë. Ktu mund të rendisë disa lojtarë në fakt, dihet broja, me 99% nuk do jetë, edhe në rast se thjesht nuk mund të luajë, sepse nuk ka minutazh në këmbë me Everton, pavarësisht se tekniku i skuadrës angleze u shpreh optimist që ai mund të rikthehet këto javë. Kemi marrë një sinjal të mirë nga Mana, nga trajneri i Sivaspor që pavarësisht goditjes që mori në kokë fundjavën e shkuar, ai do luajë çdo fundjavë, me shumë ngjasa, edhe Silvinjo do ta thras. Probleme ka për Ismailin, që kanë ndeshje që nuk po luan, Gjimshiti u rikthye pas dëmtimi, Kedi Bare po ashtu, portierët nuk i kemi në formë, tashmë dhe Strakosha me Ajeku në Athinë ka humbur vendin e titullarit prej 3 ndeshjesh. Dhe është një lajm jo i mirë kur portierët nuk luajnë. Pra në çdo orë parë Silvinjo do të ketë dilema për të zgjidhur, me një listë që besoj do të ketë shumë edhe afrime të reja. Kjo pra është faqja e dytë e gazetës ditën e sotme, ku bën një prognozë cilët mund të jenë lojtarët që mund thirren, kush mund të jenë lojtarët që e kanë sigurt që mund thirren apo ato që janë në pikpyetje. Pikpyetje që mund marrin përgjigje padyshim në orët në vijim kur edhe Silvinjo mund të publikojë listën. Se edhe konë lojtarët do të thrasi për 2 ndeshjet e para, ndaj Anglisë dhe ndaj Andorrës. Okej, mirë, me ç'duket do të ketë goxha lajme sportive që do të na shoqërojnë sot me njëherë pas daljes së listës. Nëse keni një koment për të bërë në faqen tjetër, përpara se të më thuash një këndvështrim tëndin edhe personal në lidhje me përballjen me Anglinë. Thej që kemi të dyja krahët, si pozitive ashtu edhe negative, që e nisim me këtë skuadër, megjithatë si njohuesi mirë i sportit, si e sheh? Besoj që është një nga ato ndeshje që koeficienti i vështirësisë është nga më të lartë të mundshëm. Anglia sot është një nga top 5 kombëtarët më të mirë të botës, dhe të pretendosh të bësh rezultat
është një frym shumë optimiste që, dua fakt që ta kemi ne dhe stafi i ekipit kombëtar, po duhet jemi edhe realist njëkohësisht. Një paraqitje e mirë, edhe në rast të një humbje, për mendimin tim është një gjë pozitive, sepse e ndihmon kombëtaren të ketë vetbesim në ndeshjet e tjera. Fati në Shqipëri do luajmë me Serbinë. Nëse Shqipëria do të lejë pikë me Andorrën, me skuadra të një niveli shumë të ulur në letër, se nuk kam ekipe, është ulur shumë disniveli me skuadrave. Sot në botën që jetojmë futbollit nuk ka më ekipe të vogla. Patjetër, kemi parë raste nga më çuditshme që një skuadër shumë e madhe, nëse nuk është e angazhuar apo e mobilizuar maksimalisht në një ndeshje mund ta humbas. Dje në Sport News, në emisionin e përditshëm nga hëna të premte, në orën 17:30, patëm të ftuar Redi Jupin, ish futbollist i ekipit kombëtar, edhe i shumë klubeve në kryeqytetit, i cili fakt ndau gati të njëjtën qëndrim që Shqipëria mund të provojë të jetë në finalet e një kampionati botror. I ka të gjitha, po themi, mundësitë që ta provojë minimalisht. Duke ardhur nga eksperienca e dy europianëve më parshëm, ka një grup që mund të mbritë vendi i dytë, sepse Serbia nuk është më nga ato skuadra të ish Jugosllavisë që ka një super skuadër, deri ku ne mund të luajmë shanset me skuadrën serbe, kështu që për vendin e dytë duhet gara shumë e hapur. Ndaj ndeshja me Anglinë kthehet edhe më decisive, sepse një rezultat pozitiv aty ndihmon shumë, duke ditur që ndoshta edhe Serbia mund të humbi të dy ndeshjet me Anglinë, hipotetikisht flasim, gjithmonë në rast hipotezash, por Shqipëria do ketë shanse që të bëjë një fushatë të mirë kualifikuese nëse lojtarët do të ketë në gjendjen e duhur. Në rast do të kemi fatin e keq që ne lojtarët më të mirë, sikur pritet që pa Anglinë mos t'i kemi, e vështirë të kërkosh rezultat në Wembley, në ndeshjen e parë kualifikuese, ku ti 4-5 lojtarë të boshtit, po themi të ekipit, i ke ose në rastin më të keq, po themi nuk i ke ose i ke në gjendje jo 100%. Kështu që kjo do ndikojë besoj në performancën e. Uroj që jo, po detyrimisht. Tani në këtë rast ne duhet të besojmë pak fatit, ë? Më duket ka qenuar nuk është momenti i dur, vendi i dur. Futbolli në fakt luhet 11-11 dhe fati është komponent i rëndësishëm, po kur bëhet fjalë për nivel kaq të lartë si Anglia, edhe fati është vështirë. Ndërkohë këtë fundjavë kategorinë superiore luhet java e 30, 7 ndeshje nga fundi. Më bëj një panoramë të kësaj gjës. Po ja afrohemi fundit fazës së katërt, është deri ku e konsoliduar katërshja e parë me Ignatin Vllaznian, Dinamo dhe Partizanin. Partizani pati shansin që fitoi ndeshjen e Skënderbeut dhe po themi ka një diferencë 5 pikësh me Elbasanin që deri ku jep pak më shumë garanci për vendin e katërt. Nëse do të veçoj një ndeshje të rëndësishme, po them se interesante, është Eginatja Tirana. Ne këtu kemi në fakt edhe mbulimin nga mendimin e regjisë të titullit kryesor. Lidhur me problemat që ka Tirana se të titullarëve, mungesave që ka, do të ketë një sfidë të vështirë për të luar me kampionët në fuqi në Rogozhin me Eginatjan të shtunën në orën 18. Është ndeshja më kryesore, Tirana vjen pas dy barazimeve, është një skuadër që ka një lloj rritje, ka një lloj përmirësimi, po themi, edhe nivelin e lojës, po merr rezultate, por ndodhet në zonën e ftohtë. Vendi i 6, nga vendi deri në vendin e fundit ndal nga 5 pikë. Pra, po themi, edhe Laçi që është vendi 6 duket gati e shpëtuar, mund të rrezikojë 5 pikë, janë as dy ndeshje, kështu që në total po ta marrim do ketë një luftë mes 5 skuadrave për mbijetesë. Pra në rast se është disi po themi më e zgjedhur Final Four-i. Lufta për mbijetesë do jetë nga më të ashprat. Dhe kush rrezikon më shumë në këtë luftën për mbijetesë? Për mendimin tim Skënderbeu dhe Bylis, për shkak se tham Tirana në rast se vijon me këtë lloj performance, Tirana ndoshta mund të tekalojë ose paktën mund të mbrinë në zonën e play-outit, që është vendi i tretë nga fundi, ndërkohë që Bylisi dhe Skënderbeu i Korçës, duke qenë se ka shumë oscilacione gjatë gjithë rrugtimi, kanë patur shumë ndryshime rezultatesh, shumë mungesë vazhdimësie, po themi. Kam më besim pak e Teuta, duke një skuadër që zakonisht nuk është se rrezikon shumë, dhe është skuadër që kemi patur prej vitesh në elitën, po absolutisht, po ti marrim me përqindje, të 5 skuadrat, po themi janë në rrezik. Një humbje, një fitore, direkt përmbys të gjitha parashikimet dhe duhet shumë guxim të marrësh të parashikosh se cila skuadër do të bie sot si flasim. Është një çmenduri 5 skuadra që ndanë me 3-4 pikë, mundimi javës tjetër këtu flasim bashkë do mund të jetë e përmbysur situata. Kështu që do jetë gara shumë e fortë dhe për mua është më tërheqëse kjo se sa gara për Final Four që deri ku e ka marrë zgjidhjen. Ne kuptoj. Ndërkohë këtë javë të tretë si e sheh kush janë përballit më interesante? Egnatja Tirana. Besoj Egnatja Tirana sepse Egnatja vjen me petkun e skuadrës kampione, skuadrës favorite për të mbrojtur kurorën, një skuadër që mua më pëlqen, ka një ritëm të mirë, ka një skuadër dinamike, skuadra një qenë me stadiumin e saj, me ndriçim, ka afruar më shumë publikun e saj dhe ka më shumë mbështetje, ka më shumë suport. Tirana do ketë shumë vështirë. Për mua, në rast se Tirana del me pikë nga këtë transfert, Tirana hedh një hap shumë të rëndësishëm, jo të sigurt, hedh një hap shumë të rëndësishëm se të dalësh me një pikë, po themi,
Tepër nëse fiton në transfer në skuadrës kampionit, në skuadrës që kryeson superioren, për mendimin tim do jetë një bonus shumë i madh për Tiranën. Po pritet të shohim, për mendimin tim shanset janë të pakta duke parë formën e skuadrës rrogozhinase. Okej, me ç'duket kur takojmë javën tjetër do kemi ngjarje interesante për të diskutuar së bashku. Mirë, një ndër komentet edhe lajmet po themi më të komentuara ka qenë gjithashtu edhe Etnik Bruti që ju bashkua kështu edhe kombëtarës i etiketuar për fat të keq si tradhtar. Etiketim që për mendimin tim është shumë egzageruar. Shumë egzageruar, duke ditur. Biles, dua ta lëmë këtë djaloshin Etnik Bruti, se nuk e njoh dhe nuk e kam parë fakt të luaj. Dhe është e vështirë t'japësh opinion kur ti di vetëm që ka qenë kapiteni kombëtarës U21 të përfaqësuesës së Kosovës. Lojtar që me shkam dëgjuar nga analistët në Kosovë ka të ardhme shumë të madhe përpara. Luan me Malishevën në kampionatin kosovar. Pritet ta shohim se si do të evoluojë po themi gjendja dhe situata e tij, por ajo që më bën përshtypje është fakti që ky debat vjen ende mes dy kombëtarëve tona. Qofse ne e themi me atë patriotizmin ton që jemi një kombë, këtu do të dëshmojmë. Dhe një, po themi, apel edhe për analistët apo gazetarët që kur analizojnë këtë debat i kam parë ose i kam dëgjuar të thonë ne dhe ata. Ekipi jon, ekipi atyre, që mendimin tim duhet të ndrequr ndoshta si mënyrë të shprehur, duhet të përcaktuar, po më mirë të themi profesuesi Dardane, profesuesi Kosovës, profesuesi Kuqezi që të lëmë të kuptojmë që ore jemi një. Tani të etiketojmë tradhtar dikë që na ikën nga ekipi jon kombëtar, se ne nuk grumbulluam 4 lojtarë në 2016 nga ana e Debiazit dhe ato zgjodhen rrugën tyre. Rashita për shkak shkoi te Kosova, pse quhet tradhtar? Ti nuk i dhe mundësinë si ekipi kombëtar, edhe ai shkoi ka të drejtën e zgjedhjes. Patjetër. Kështu që edhe ne kemi lojtar dhe kemi patur tradicionalisht ndër vite lojtarë nga që janë shqiptarë të Kosovës, shqiptarë të Maqedonisë Veriut. Asi Asani është një prej tyre. Tani çfarë ti themi Asani që është tradhtari i Maqedonisë Veriut që luan për ne, se nuk ka lindur në Shqipëri. Pra, këto lloj etiketimesh duhet të marrin fund një herë mirë, sepse në rast se ne duam që të rritemi të dyja paralelisht, okej, Shqipëria ka bërë një hop të rëndësishëm përpara në futboll, por ne duam që edhe Kosova të vijojë me këtë rrugë. Ka talente, ka lojtar pafund që nxjerrin ekipe zinxhir dhe inshallah ka lojtar edhe më të mirë se kombëtarë shqiptar. Na bëhet qefi që Kosova të shkojnë, a mund të shkojë në botror shkoj. Ndërkohë që interes më vete ka futbolli evropian, kemi kaluar një javë interesante, një mesjavë me përballje po aq interesante, të cilat do t'i komentoje si Champions Liga është komisioni më madhështor për klube, pati ndeshjet e kthimit të fazës 1/8-ave, ku mësuam 8 skuadra çre finaliste. 2 ndeshje që ishin më interesante ishin ato që përfunduan me kohë shtesë me penallti. Të martën Liverpool PSG, skuadra kampione franceze në poshtë kryesuesit e Premier Ligës, ato që ishin favoritë në fakt për të kaluar me anë të ruletës ruse të penalltive, se kur shkon me penalltit kuptohet që komponenti fat është shumë i madh, por Parisi në harkun e 2 ndeshjeve meritoi të kalonte, pra nuk vodhi asgjë, nëse mund të shprehemi kështu, skuadra e Luis Enriquez. Në krahun tjetër derbi madrilen të mërkurën, teksa Atletico bëri çmos që më në fund t'ia dilte të rrezonte nga froni Real Madrid, që janë 15 kampionët e Champions League dhe kampionët në fuqi të Championship, por nuk ja doli dot në sajtë një penalltie shumë të diskutuar, që Julian Alvarez gaboi duke prekur topin 2 herë me këmbë dhe ishte VAR që sinjalizoi për një faul. Tashmë njohim çiftet e çre finaliste. Spikat padyshim Inter Bayern, kemi edhe këtu mendimin e regjisë nga Panorama Sport, titullin të uritur dhe të hekur të Inter e 3 Bayern, sepse duhet kuptuar që një nga përballët më interesante është një rikthim i finales së 2010-s në Madrid ku Inter i fitoi 2-0 me Bayernin. Në 2011 sërish Zikatit kanë dalë triumfues në çre finale, kështu që ndoshta pritet një revansh i skuadrës bavareze, një çift që nuk shikoi favorit. Njësoj si dhe në një kompeticion ku janë 8 skuadra që kanë mbetur është vështirë të bësh parashikime. Përveç skuadrës së Barcelonës që me të drejtë sot kuotohet si një skuadra më favorite. Luan përballë Borussia Dortmundit, që shoh më të avantazhuar. Po Inter Bayern do jetë një nga ato sfidat dhe Arsenal Real, Arsenal dhe Real Madridit janë 2 nga çiftet më interesante të fazës çre finale që do të luajnë në muajin prill dhe do të përcaktohet më pas rruga drejt Muniut, që është finalja e madhe në 31 maj. Ndërkohë, fundjava që presim në vijim, kush janë përballjet më interesante? Në gjykimin tim 2 janë përballjet më interesante. Në Itali, Atalanta pret Interin të dielën në mbrëmje, një sfidë mes 2 rivalesh për titull të sezonit Serie A. Inter do të ketë më pas një kalendar shumë vështirë, do të presin 9 ndeshje në muajin prill, më njëherë pas pauzës së kombëtarëve. E do të ketë një kalendar goxha të ngjeshur, kështu që do duhet të masi mirë forcat përballë Atalantës në Bergamo, që është një rival direkt. Napoli është gati për përfituar, se Napoli ka një transfer dedikuar të lehtë ndaj Venecias të dielën, kështu që në rast të një barazimi po themi Napoli do të parakalojë Interin. Në krahun tjetër në La Liga në Spanjë kemi po themi Atletico Barcelona, që është edhe këtu një sfidë mes 2 skuadra pretendente, luhet në Wanda Metropolitana.
janë dy skuadra që vinë deri diku në moral të ndryshëm, sepse Atletico vjen pas eliminimit në Champions, por është një skuadër që mund të garojë deri në fund, i ka të gjitha kartat në rregull që tentojë titullin në La Liga, ndërkohë që Barcelona vjen në formën më të mirë të mundshme të sezonit. Pash një Barcelonë spektakolare me Benficën në Champions, kryeson La Ligën me një ndeshje më pak, kështu që shoh një përballje shumë të tensionuar mes Atleticos dhe Barcelonës, ku është e vështirë të bësh parashikim, do themi se janë dy skuadra bashkë me Real Madrid që do të rivalizojnë deri në fund se të kanë titull në La Liga. Para se ta mbyllim, kemë merak të shtosh diçka tjetër? Kjo do jetë fundjava e fundit e ekipeve e klubeve, sepse do të futemi, do hyjmë një javë shumë rëndësishme që është nisja e eliminatoreve. U urojmë shumë fat djemve tan. Shpresojmë shumë rezultate pozitive. Nëse do më pyesësh për një parashikim, unë uroj shumë që të paktën minimalisht të marrim 3 pikë nga ato dy ndeshje, pra të mundim Andorrën. Dhe një humbje si kundër ECK-ve në fillim me Anglinë nuk është fundi i botës, duke ditur rëndësi që ka Anglia. Në rastin e marrim 4 pikë, jemi pastaj favorit për të shkuar në finalet e një kupe botë, që urojmë shumë ndjenjeve tanë kuqëzi e këtij kombi, po themi, dhe shpresoj shumë për ta mbyllur që Shqipëria dhe Kosova mos ndahen më në të tilla debate që nuk kanë asnjë pikë vlere. Me urim dhe me mesazhe mbyllet kjo bisedë sot. Falenderoj shumë Igli për gjithçka që ndan me ne në studio. Sigurisht që Panorama Sport është aty për të habituar vazhdimisht të gjithë dashamirësit e sportit, jo vetëm me lajme, por edhe me analizat e veta. Faleminderit të pres në studio përsëri. Faleminderit, Kensi. Ndahemi tani për një hapësirë publicitare.